Çka bojnë prind, pa vedije, jam e sigur se s'ka prind që bën diçka me lëndu fëmin, po çka janë ato veprimet e prindërve që pa vedije mund me ndiku të kjo plagë origjinës e braktisës që kur tritet ai me përdor si traumë të patrajtune. Shiko, gjithmonë kur flasim me raportin prindëror, për shembull nuk është qëllimi asnjëherë për me i gjyku. Absolutisht. Ideja është do thotë gjithmonë të tregojmë si proces se çka ndodh, qoftë edhe pa vedije, sepse është e kuptueshme për shembull nëse një prindër shumë autoritar ose shumë, si më thoni, i rrept në edukim ose i ashpër, atëherë kjo ka një arsye që po e prodhon një rezultat të tillë. Mirë po ndodhin në situata kur nuk është diçka e tillë. Pra janë situata ku na ndoshta as në jetën e përditshme as nuk i vrejmë. Mirë po, fëmia i përjeton ato si të tilla. Pa e përjeton çat largimin ose neglizhencën ose si më thon braktisjen prej prindit. Janë situata të ndryshme për shembull kur